Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma miq, përshëndetje, mirë se u gjej dhe mirë se ritakohemi së bashku në këtë puntat të rrallës Horizont. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani. Uroj për gjithë që të ketë qenë fundjava sa më këndshme, edhe pse jemi në mesin e fundjavës, se fundjava ka filluar që dje mbas dite, por sot është shtunë, nesër e diel, pra është më shumë mundësia të pushojmë dhe të planifikojmë një fundjavë sa më të këndshme, kështu që shpresoj që të ketë qenë një fundjavë sa më bukur edhe për ju. Duke shpresuar që të jetë çdo gjë mirë dhe çdo gjë okay për ju dhe për familjet tuaja, ne do fillojmë emisionin e rrallës. Ju mund të na ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de. Aty mund të na ndiqni edhe tani që jemi live, por mund të na ndiqni edhe 24 në 7, ku është muzikë përzgjedhur nga tekniku jonë dhe DJ Bledi. Po ashtu mund të na aty në këtë website pra keni edhe lajmin e fundit, informacionet e fundit nga fushat të ndryshme. Window Radio mund të ndiqni edhe në platformat ndërkombëtare Radio Box dhe TuneIn, po ashtu edhe në platformën e radiove shqiptare Radio Shqip. Për të gjitha ata që duan të ndjekin nga Google, edhe në Google mund të shkruajnë windowradio.de dhe ne jemi live aty. Po ashtu edhe përmes faqes zyrtare të Facebookut windowradio.de. Për të gjitha ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin son dhe të plot, nëse mund të ndjekin në ritransmetim në orën 13, përmes platformave që unë përmenda më lart, apo edhe përmes website-it zyrtar, pra është në radio ritransmetimi, jo në Facebook. Por nesër emisioni, sikur ky emisioni sondëm, por dhe të gjithë emisionet tjera, do i keni në YouTube, në faqen zyrtare të radios, Horizont Window Radio hapësirë.de. Pra, këto janë disa mundësit për të na ndjekur. Shpresoj që janë mjaftuar shumë mundësi dhe shpresoj që të jeni sa më afër nesh, sepse ne pa ju pasaj kot ndërtojmë dhe emisione, sepse ju jeni ata që na jepni shpresë dhe na jepni forcë për të bërë një media sa më të lirë dhe sa më pa censurë. Do kërkoja nga të gjithë miqt, nëse nuk e kanë bezi të shpërndajnë live-in e Facebookut dhe për grupe të ndryshme apo në faqet e tyre, që të na shtohen sa më shumë ndjekës dhe sa më shumë mysafirë që ne të kemi mundësi të komunikojmë dhe të kontaktojmë me njëri tjetrin. Të nderuar miq, sonde kam përzgjedhur një temë të veçantë dhe një temë që është debatuar shumë, vazhdon të debatohet, është një temë që na ka prek të gjithë ne shqiptarëve, sepse duke patur parasysh që ne shqiptarët jemi konservator, pra jemi ajo kategori e popujve që ne e duam, e vlerësojmë dhe familjen e kemi të shenjtë. Dhe pikërisht ne do flasim për ligjin që kaloi në parlament dhe u dekretu në heshtje nga presidenti i Shqipërisë për ligjin e shumë gjinor, apo për gjinia barabarta, barabarësia në gjinia, ku di unë tash, sepse janë bërë lëmsh me këto fjalë, gjë që ne shqiptarët pothuajse nuk e njohim fare, por gjithsesi ky është një ligj që ka kaluar tashmë edhe me dekretin e presidentit. Por për të folur pikërisht për këtë dhe përgjithësi për familjen dhe për temat e tjera, kam një të ftuar të veçantë, e cila jeton në Amerikë dhe vazhdimisht kanë qenë kjo vetë, por edhe lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë ka qenë gjithmonë një zoj fuqishëm
për të drejtën e diasporës, për mbrojtjen e diasporës, por duke patur parasysh, duke dhënë kontribut të jashtëzakonshëm edhe në Shqipëri pranë institucioneve shqiptare, ku kjo lëvizje ishte ajo që këmbguli më së shumti që ne emigrantët e diasporës të kishim të drejtën edhe të votës për herë të parë në zgjedhjet e kaluara të datës 11 maj 2025. Pra unë sot e kam të ftuar zonjën Mariola Bejkollari. Edhe pse aty në njoftim unë kam shkruar Jola Bejkollari, kjo ka qenë një lapsus i imi, por nga që ne kontaktojmë dhe edhe në telefon kështu e kam të shkruar, kështu që unë i kërkoj ndjes. Mirëmbrëma zonja Bejkollari. Leonard, mirëmbrëma, unë do të drejtohem me Leonard, ma lejo këtë lloj komunikimi. Më të jam mirënjohës, po Që kemi diskutuar shpesh, më dukesh jashtëzakonisht si një person që e njoh prej shumë vitesh. Jo më si një person që nuk kemi takuar ndonjëherë realisht, konkretisht, por online. Përshëndetje të gjithë ndjekësve tuaj, faleminderit shumë për ftesën. Po, është e vërtet emri im është Mariola, por jo pak miq të mi, familjarët e mi, kryesisht më thrasin Jola. Dhe ne në Shqipëri kemi pasur si, mund të them, se s'po vjen dhe fjala e duhur, por emrat tanë të gjatë shkurtoheshin për të thirrur me përkëdheli dhe mua të dyja versionet më identifikojnë shumë. Po diskutim. Unë jam mirënjohës për fjalët e mira dhe për suportin tënd që më dhe edhe tani live, por edhe vazhdimisht kur ne komunikojmë apo shkëmbejmë mendime, ide, sinqerisht është ajo energjia që përcjell dhe shpresoj që, pse jo, në ditë do të pim në një kafe, sepse ju që vini nga Amerika, keni mundësi të ndaloni dhe të pushoni edhe në Gjermani dhe kështu që mund të takohemi. Leonard, falenderoj, shoqyrën e kemi një atë dhe, ne mund të takohemi edhe në Shqipëri, kurdo që të duash. Edhe do vija ajo ditë. Mos e nuk shpenzoj shumë, një kafe, një ujë me gaz, Nuk është problema e vjesht. E rëndësishme është zemra edhe njeti, dëshira mirë pastaj të gjitha të tjerat vinë. Leonard, më lejo vetëm të bëj një prezantim të shkurtër. Është hera e dytë që jam në emisionin tënd. Besoj që ndjekësit paka shumë kanë ndjekur aktivitetin e organizatës që unë aderoj dhe jam antare kryesie, Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Falenderoj shumë edhe për fjalët e mira në lidhje me kontributin që organizata ka dhënë për realizimin e votës diasporës, pavarësisht se pati shumë diskutime para apo mbrapa, ajo është një drejtë që ne tashmë si diaspora kemi. Proceset patjetër që kërkojnë kohë të rregullohen, ne vetë shqiptarët kemi një, le të themi, i përtypim pak me vonesë këto proceset e rregulluara mirë, kështu që unë besoj dhe shpresoj që ajo do shkojë në vendin e duhur. Ndërkohë janë dhe shumë tema sociale që ne na prekin të gjitha. Na prekin ne, familjet tona, të afërmit tanë, njerëzit tanë që kemi në vend, shoqëritë ku jetojmë. Dhe kjo është tema që ne do diskutojmë sot. Ligji për barazinë gjinore, më lejo të bëj vetëm një pasqyrë kronologjike çfarë ka ndodhur. Në 6 nëntor të këtij viti, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi me shumë gut ligjin e ashtu quajtur për barazinë gjinore. Shqipëria në vitin 2008 patjetër që ka pasur dhe ka konkretisht një ligj ku i barazisë gjinore që synon mos diskriminimin e individëve. Dhe kjo është e garantuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe siç po ju thosha, në 6 nëntor të këtij viti,
u miratua nga Kuvendi i Shqipërisë nga 77 vota mos gaboj, ligji për barazinë gjinore pa një debat serioz, pa patur mundësi të ketë amendim nenesh në seancë dhe pa transparencë. Më tej, mund t'ju referohem dhe presidentit të Republikës, pavarësisht se 10 mijëra firmash, një ndër to kam qenë dhe unë, të peticionit publik, ju drejtuan presidentit që mos ta dekretonte pasi ky ligj në vetvete cënonte Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kanë qenë paralajmërime shoqërisë civile dhe presidenti zgjodhi të mos bëjë asgjë. As e dekretoi dhe as e ktheu. Thjesht e la. Automatikisht ai kalon i miratuar në dekret, në fjalë kur presidenti nuk shpreh. E la të kalonte në heshtje pasi kuadri rregullativ e ka të specifikuar nëse i jep kohë presidentit 20 ditë shprehet dhe nëse presidenti nuk shprehet, atëre ai ligj kalon. Ligji u botua në fletoren zyrtare pikërisht në 10 dhjetor, që është dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Dhe në ditën kur bota flet për drejtësi, Shqipëria botoi zyrtarisht ligjin që në thelb rrëzon themelet e drejtësisë. Dhe më tej, ky ligj hyn në fuqi 15 ditë më pas në fletoren zyrtare. Po të bëjmë një llogari nga data 10 dhjetor dhe shtoj 15 ditë dhe është pikërisht në datën 25 dhjetor, që është ditë tjetër e shënuar, sidomos për besimtarët e krishterë në Shqipëri dhe në mbar globin. Po pse thonë gjitha këto me llogari thua janë bërë? Unë të bëra një paraqitje kronologjike. Nuk di të them sepse nuk kam qenë pjesë as e atyre që e kanë propozuar, as e atyre që e kanë miratuar, por janë disa data që të bëjnë shumë përshtypje. Pa diskutim. Shiko, do më lesh edhe mua të them Jola në mënyrë miqësore. Patjetër. Unë e kam parasysh komplet kronologjinë e ngjarjes, por para se të hyjmë ndoshta në detaje të këtij ligji apo detaje. Me fjalë do bëj disa pyetje që të kuptojmë diçka më tepër edhe për qendrimin tuaj. Por më ka bërë përshtypje sepse është diskutuar, është fol shumë për këtë ligj dhe kundër këtij ligji, por atë ditë dhe ditët më mbrapa kam parë vërtet shumë pak që të ngrihen kundër këtij ligji apo të bëhet një protest, si thosh, mallështore apo të kundërshtohet fuqishëm, dhe mendoj që ose bëj pyetje më ndryshe. Mendon që ne si popull kemi rënë pak si tepër në gjumë dhe s'po na bën më asgjë përshtypje? Leonard, para se të kthej përgjigje për këtë pyetje shumë kumtimplot, më lejo vetëm të sqaroj diçka, çfarë është risia e këtij ligji. Dhe përmbajtja e këtij ligji është thellësisht problematike. Pasi për herë të parë në drejtën shqiptare, gjinia nuk trajtohet si fakt biologjik, por si vetë përcaktim subjektiv. Pra, ti apo unë apo kushdo tjetër mund të shkoj nesër në gjendjen civile dhe do thotë unë do thosha unë nuk dua të jem më femër, gjinia ime është pem, kështu që më regjistro si pem. Është sa për të qeshur dhe për të qarë, pasi i kemi parë raste të tilla në media sociale. Dhe pikërisht kjo është çështja e diskutimit në vetvete, që ky ligj del jashtë binaritetit mashkull-femër, por e lë gjinin të jetë fluide. Ne vetë përcaktim. Për të mbrojtur njerëzit, individët nga diskriminimi, atëherë në vetvete është shpikur ky ligj i ri që në këndvështrimin ton nuk ka lidhje me qëllimin për të cilin u miratua.
Dhe tani po kthehem te pyetja që më bëre pak më parë. Ne si shoqëri nuk di nëse në çfarë kohe na ka prekur pikërisht këtë reagimin apo mos reagimin, por ndoshta nga vetë historia dhe diskutimet mbi kushtuesit e ndryshëm që kanë kaluar në Shqipëri, ne jemi bërë shumë konformist. Dhe përshtatemi me çdo fuqi të madhe që mund të kemi, pa i dhënë mundësi vetes që të reagojmë apo të mbrojmë të drejtat tona. Komunizmi patjetër që ka lënë gjurmë të thella, ima atë sot është 82 vjeç, në kohën e komunizmit ka qenë i luftuar nga sistemi, dhe sot e kësaj dite kur unë diskutoj me të, patjetër që më thot që ka qenë mësues dhe më thot që bëj kujdes. Po dalë shumë publikisht ndoshta, por pavarësisht se ai është nga ata individ që në 90-ën luftoi fort që ai sistem të ndërpritej, por përsëri është brenda tij ai e vuan këtë pjesë. Kështu që unë do dalte ajo pyetja jote. Ndoshta frika nga gjithçka çfarë kemi qenë ne të rrethuar na ka bërë të tillë dhe janë vetë ideologjitë që e kanë bërë popullin të mos të reagojë. Shiko, step by step ne do të cekim gjitha nga pak, sepse nuk du t'i vëmë faj vetëm popullit që është në Shqipëri ose atyre që jetojnë në Shqipëri. Sepse më thënë të drejtën, më shumë se gjysma, ose po themi gjysma e popullit shqiptar jeton në diasporë dhe edhe ne të diasporës kemi faj duke vënë re ose duke parë në shtete ndryshme në Evropë, qoftë diaspora bullgare, qoftë rumune, pra në vende të ndryshme në Evropë që po bëjnë protesta, po ndryshojnë qeveri etj. Pra kjo besoj se është një sindrom për gjithë ne, jo thjesht për ata që jetojnë atje në Shqipëri. Dhe kjo është një problem social, mendoj, psikologjik, mental i komplet shoqërisë tonë, sepse ne reagojmë me shumë vonesë ose reagojmë copa, pjesë. Kjo është e shoh si më shumë problem. Mosur Leonard, edhe unë prandaj ja u dhasha të shembullin për babain tim. Dhe në momentin që ti di shumë mirë se ke studiuar psikologji, unë po ashtu kam studiuar shkenca sociale, pastaj më është dashur që të kaloj në banking, pastaj nuk i kam lënë ndonjëherë këto studimet e mia, kështu që nuk mund të them që janë futur aq thellë për ta parë, por ne jemi brymosur, jemi rritur me atë frym dhe dashje pa dashje të bëhet si formë e të jetuarit. Patjetër. Që kudo që jemi. Padisuri. Është edhe problemi që ne dashje pa dashje me këtë frym në një farë mënyre po edukojmë edhe fëmijët tanë, me fjalë. Sepse po shohim edhe një rini shumë pasive. Tani mund të them që ka dhe një problem shumë të madh që vjen nga teknologjia. Dhe të gjitha këto janë si puna e një puzzle që plotëson njëra tjetrën. Dhe te ne si prindër është bërë më vështirë të qenit afër fëmijëve dhe diskutimet konkrete me fëmijët apo të kaluarit të asaj kohë fëmijësore me fëmijët apo me familjen e gjerë. Kështu që dhe fëmijët teknologjia i kanë bërthyer, janë bërë addicted apo të varur, dhe dashje pa dashje vjen kjo gjë. Patjetër. Ecim. Tani nuk dua thjesht mendimin e Jola Bejkollarit, por me fjalë të diasporës për Shqipërinë e lirë. Sipas jush, kush janë ato pikat e këtij ligji që i shihni më shumë probleme për shoqërinë tonë? Nuk është mund të cekim pikë për pikë, por pak a shumë ti e bëre hyrjen, por që të jemi pak më konkret edhe për ata që na ndjekin. Patjetër.
Patjetër. Atëherë, ne si organizat kemi marrë një qëndrim që në momentin kur ishte projekt ligji në diskutim dhe kemi dalë gati me gjithë vendimet i marrim në kryesi dhe kemi aprovuar që ne duhet ta ndjekim patjetër sepse kjo është një çështje që lidhet me të ardhmen e fëmijëve tanë, me të ardhmen e shoqërisë. Dhe e kemi ndjekur seriozisht, ka një merit shumë të madhe zoti Klodian Radoj, që është njohës shumë i mirë i të drejtës kushtetuese dhe jeton në Kanada, Nador Bakalli po ashtu. Të dy janë besimtar dhe shumë të tjerë që nuk do doja t'i përmendja këtu, që t'ia lëm rëndësinë vërtet temës që po diskutojmë. Kështu që Organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë ka dalë në mbështetje të protestave ka qenë një protestë organizuar nga Koalicioni për Familjen, për mbrojtjen e familjes, ka marrë pjesë në peticionet që janë çuar presidentit. Në të njëjtën kohë, zoti Rado ka bërë analiza të mirëfillta të cënimeve të drejtave kushtetuese. Dhe pasojat janë konkrete dhe janë të drejtë për drejta për qytetarët. Pasi ligji cënon lirinë e shprehjes, sepse krijon frikë dhe vetë censurë në media dhe në diskurs publik. Cënon lirinë e besimit, sepse ushtron presion mbi komunitetet fetare, të cilat më lejo ta përmend që kanë dërguar dhe letër presidentit të Republikës së Shqipërisë, me sa duket presidenti ndoshta ka pasur probleme më të mëdha dhe nuk i ka dëgjuar. Prek arsimin dhe rolin e prindit, duke hapur rrugën për indoktrinim ideologjik të fëmijëve. Dhe në vend që të synojë të forcojë mbrojtjen e grave, e dobëson duke relativizuar vetë kategorinë juridike të gruas. Nëse deri më tani gratë kanë pasur një mbrojtje të veçantë, gratë dhe fëmijët, atëherë në këtë rast nuk do jetë. Dhe pikërisht për këtë arsye. Më fal se kjo është jo, të lutem, kjo është një deklaratë shumë e fortë, shumë e fuqishme, deklaratë e fortë sociale. Dhe mund ta zgjeroni pak të pjesën pse bie në mënyrë juridike mbështetja e gruas së fëmijës apo mbrojtja e gruas dhe fëmijës. Atëherë, Leonard, do më lejosh vetëm të sqaroj edhe për opinionin publik. Diskutimet të cilat unë tani po i përcjell nga ju janë pjesë e analizës juridike, siç e përmenda, dhe meritës të zotit Rado, të Klodian Rados, e përshëndesim. I cili duke bërë një analizë të mirëfillt të gjithë spektrit juridik në Shqipëri, duke filluar që nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, atëherë janë analizuar që të gjitha një nga një. Dhe pikërisht për këtë arsye, nëse gjykata kushtetuese nuk i qëndron besnike kushtetutës dhe praktikës së saj, shanset që ky ligj të pezullohet dhe të shpallet antikushtetues janë shumë të larta. Do kemi mundësi që t'i diskutojmë edhe me detaje, por nëse më lejon, mund të ecim pak, duke ju dhënë disa shembuj që të bëhet edhe më e përgjithshme për të gjithë ndjekësit. Ligji, më lejoni t'u them vetëm diçka. Ligji është më agresiv se shumë vende liberale. Nuk di nëse ke dëgjuar për Kanadan, pasi Kanada cilësohet një shtet shumë liberal në lidhje me këto liritë e gjinive. Dhe kam lexuar diçka për Kanadan, me fjalë që bile se është përmend disa herë dhe disa shembuj të këtij ligji në Kanada. Po. Ka shembuj të ndryshëm ku një doktor nuk mund t'i thotë dot një burri që ti s'mund të lindësh sepse mund të humbasi licencën, mund të paditet, dhe pikërisht ky ligj në vetvete duhet që
nëse do bazohej specifikisht te mos diskriminimi, atëherë nuk duhet të kishte në synim penalizimin e të drejtës së shprehjes së njërit apo tjetrit, pasi ne e dim. Unë si femër, po, mund të lind. Një burr, unë nuk di më përpara nëse ka pas raste që ka lindur apo jo, ma thuaj ti. Kuptoj. Thjesht po të bëj një pyetje. Nuk di. Tash do po flasim për më përpara. Tani se çfarë ka bërë shkenca tani si di. Ndjekse tuaj. Nëse mund të, ndërkohë që ne flasim, mund të na shkruajnë në live nëse kanë raste të tilla, edhe ta bëjmë edhe diskutimin pak më shumë interaktiv. Dhe ligji në Shqipëri pikërisht është më agresiv, sepse si strukturë ligji në Kanada nuk e ka në vetvete qëllimin për promovimin e kësaj teorie gender. Ndërkohë ligji në Shqipëri e ka si qëllim promovimin e kësaj teorie gender. Fëmijëve që në moshën 4 vjeç që kur fillojnë që në parashkollor, atëherë do të paraqiten raste të librave, qoftë edhe me skica të ndryshme, apo siç ishte një video që e pash edhe në media sociale, ku një kongresmen po pyeste një përfaqësues të arsimit dhe thoshte Zoti dhe Zoti Klaus. Pra, po e bënte babagjyshin e vitit 3, po e përkthej në shqip, po e bënte të martuar me një burr. Dhe është arritur deri aty se kanë ndryshuar edhe prallat, përveç ylberit që për mendimin tim, më lejo edhe nuk dua të futem në specifika, po kush ka qenë fëmijë dhe ka vizatuar, a i kanë pëlqyer ato ngjyrat e ndryshme që bënte ylberin? Po tjetër. Dhe mua më duket sikur është marrë, është vjedhur ai imazhi. Madje ne kemi vrapuar apo e kapim ylberin. Po, se na thuaj. Nuk e di, pas ka qenë që atyre, po ne nuk e dinim atë pjesë që po kalove ylberin ndryshon. Po do shoh gjinin, po ka thënë po e kalove. Po jo kështu me ligje, me detyrime. Më të kërkoj ndjes nëse u futa shumë në detaje. Por kjo është pak a shumë ajo një tablo. Ndërkohë, çfarë është në vetvete, pse ka reaguar organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë? Është keq informuar opinioni publik dhe janë sjell shembuj që nëse ne nuk do ta miratojmë këtë ligj, atëherë Shqipëria mund të mos futet në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. E kam pyetje të radhës. Pra, ju keni thënë që Bashkimi Evropian nuk e ka kërkuar këtë ligj të tillë. Po kush e bëri këtë kërkesë? Kush ja imponoi Shqipërisë? Nëse mund të hedhim ne hipoteza, po thashë them, si erdhi kjo ide? Përderisa dikush s'na kërkoi. Nga çfarë un kam ndjekur nga media, kanë qenë ambasador që janë shprehur për sjelljet e tyre seksuale, për zgjedhjet e tyre seksuale, dhe pikërisht kjo ishte paraqitur publikut shqiptar dhe është krijuar një kakofoni dhe njerëzve ju është thënë që nëse pikërisht ja shikoni ambasadorët folën që nëse ne nuk e miratojmë këtë ligj, atëherë Shqipëria nuk do jetë më pjesë e Bashkimit Evropian, ndërkohë që Bashkimi Evropian nuk kërkon një ligj të tillë si kusht për antarësinë. Ajo që kërkon Bashkimi Evropian është respekti të drejtave të njerëzit, është mos diskriminimi, dhe shteti të drejtës. Dhe më lejo dhe diçka të lutem. Nga vetë brenda Bashkimit Evropian ka vende që e kanë
dhe kanë të përcaktuar që në kushtetut, si puna e Kroacisë, puna e Hungarisë, mos gaboj dhe Bullgaria, shtete si Lituania, Letonia, Qipro, që nuk e lejojnë vetë identifikimin. Pra, që në kushtetut, në Kroaci, ata kanë vendosur të përcaktuar çfarë është martesa dhe specifikimet të tilla ligjore. Dhe nuk ka një ligj të posaçëm me vetë identifikim si që kemi bërë ne. Atëherë, pyetja ngrihet, si ka mundësi që këto shtete janë në Bashkimin Evropian dhe nuk e kanë të miratuar këtë ndarjen nga binariteti mashkull-femër? Si ka mundësi që Bashkimi Evropian nuk pas ka marrë masa për këto shtete? Dhe ne që duam të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë ne do kemi probleme. Dhe pikërisht kjo pyetje unë pres që të na kthejnë përgjigje individët që janë munduar ta promovojnë fortë në media. Përveç kësaj, më ka bërë çudi diçka që u miratua me aq shpejtësi, me fjalë as su diskutuar shumë, me fjalë ose u hollën disa shashka, nëse mund të themi kështu, dhe për i kthem pa dashur tek ai parashtrimi i fillimit, që ndoshta edhe vetë shoqëria u gjete pa përgatitur për këtë ligj dhe çfarë mendon se jo thjesht ti si Jola apo organizata juaj, pse u desh kjo shpejtësi të miratohet ky ligj? Është diçka tjetër që fshihet mbrapa, çfarë mund të jetë? Leonard, është bërë praktik në Shqipëri kjo miratimi ligjeve në moment në fundit. Dhe nuk janë bërë për sot, po për dje. Praktika e punës për dje në Shqipëri është praktikë e njohur. Mua më është dashur që të punoj për 18 vite në sistem bankar dhe kam parë qoftë edhe në marrëveshje të ndryshme që mund të duhesh që të kishte ndërveprim me institucione shtetërore dhe kjo ka qenë praktikë e njohur. Por gjithmonë me këto praktikat e shpejtësisë, gjithmonë aty unë e kam pasur vëmendjen më të shtuar pikërisht në ato momente ku më thuaj shpejt se duhet shpejt. Pra, ka diçka. Në gjithë ligjet, kuadri rregullator e ka të përcaktuar me afate. Dhe pikërisht ka dhe procedura për këtë gjë. Ashtu se që duhet të kishte procedura për ata 77 deputet, nëse ju ka shkuar atyre mbështetësve të tyre dhe ja ka shpjeguar çfarë kërkon ky ligj, duke dinë që është ligj me ndjeshmëri të lartë shoqërore. Ne më duket se jemi mësuar, qeveria shqiptare është mësuar, ose politika shqiptare është mësuar që mbas çdo skandali të lind një skandal i ri për të sfumuar skandalin e parë. Dhe kjo ndoshta është ajo që bën gjëra me shpejtësi kështu. S'merret vesh. Është e vërtet kjo gjë, ne po e shohim që për ditë po del nga një skandal i ri dhe skandali i ri është më i madh se skandali tjetër. Na vjen jashtëzakonisht keq që vendi jon ndodhet në këtë situatë, sidomos kur jemi dhe në distancë dhe lajmet marrin edhe një tonalitet apo emocion të veçantë, kështu që nuk di çfarë përgjigje të jap në këtë rast, vetëm përgjigja e vetme kam që ne si popull duhet ta bëjmë kërkesën pikërisht te ata baballarët e kombit atje që duhet të përgjigjen pikërisht për gjitha ato ligje që prekin. Të kishte baballar kombi, ndoshta do ishim ndryshe. Konkretisht ashtu i bie tu themi. Jo, patjetër. Pastaj se në çfarë cilësie i kemi kjo lë diskutim. Për janë çështje që mund diskutojmë me ditë, po nuk nxjerrim dot gjë. Më shkruan dikush, thotë për ndjek me shumë interes thotë emisionin tuaj Leonardo dhe zonja po përpiqet të bëj një shpjegim shumë të qartë, por do doja të jepja një mendim timin. Mendoj që kisha dhe xhamia shqiptare ka bërë jashtëzakonisht pak për të qenë kundër këtij ligji, sepse është dash vetë priftërin dhe hoxhallarët apo të gjithë tjerët të klerit
të flasin në kish, në xhami e kudo që ta relativizojnë situatën, të marrin vesh populli dhe populli ishte ngritur. Pra mendoj thotë që vetëm edhe vetë kleri është mjaftuar me disa deklarata dhe letra, dhe ndërkohë që është fol shumë pak edhe nga vetë kleri. Dhe mua kjo më ka lënë një shije të hidhur. E falenderoj shumë zotrin. Respekte. Falenderoj shumë zotrin që ndan me ne këtë shqetësim në pamundësi për të qenë atje prezent, pasi unë jam nga Amerika dhe ti në Gjermani. Nuk mund të them se sa e kanë ngritur zërin dhe sa jo. Unë kam parë një letër të komuniteteve shqiptare që i drejtoheshin presidentit Republikës Shqipërisë. Në të njëjtën kohë më duhet patjetër ta përmend punën e jashtëzakonshme të pastorit dhe familjes tij dhe zonjës, të cilët janë dhe përfaqësues të koalicionit pro familjes që janë munduar për Akil Panon, po. Dhe zonjën Linda dhe janë munduar që ta përcjellin dhe janë munduar që me shembuj të ndryshëm të tregojnë se çfarë pasojash do ketë ky ligj dhe disa aktorë të tjerë të shoqërisë që e kanë ngritur zërin. Pastaj, se sa ka dashur politika, kthejmë vëmendjen te pyetja që ju shtruat pak më parë, sa ka dashur politika të dëgjojë këto zëra, atëherë kjo është çështje tjetër. Faktikisht, unë nuk dua të ndërhyj as në mendimin tënd asgjë, unë do të them mendimin tim, gjë që unë jam i pavarur dhe me fjalë kam të drejtë, sepse unë në atë kohë kam pas bërë dhe një status ku kam qenë shumë kritik me komunitetet fetare, sepse në të vërtetë unë e mbështes mendimin e zotërisë, për mendimin tim është bërë jashtëzakonisht pak për ta sqaruar këtë ligj në mesh, në xhami, në ku diun ku i kanë këto takimet që bëjnë këto kleret fetare, religionet, sepse po të kishin qenë edhe ata më pak shumë me zë, dhe të kishin fol më hapur me popullin, ndoshta do ishte një lëvizje më ndryshe dhe më e madhe. Pra kam qenë kritik për këtë dhe jam kritik për këtë, sepse nuk mund t'i ngelet një pastori apo 50 veta, 100 veta sa mund t'jenë bërë atë ditë para parlamentit, apo disa deklaratave për shtyp, disa shkresave, por kur është diçka që cënohet baza, shenjtëria, sepse shqiptari familjen e ka shenjtëri, dhe nuk e ka thjesht familje. Kur cënohet kjo dhe nuk ka një lëvizje të fuqishme, pastaj nuk duhet të shmangim asnjë aktor të rëndësishëm të shoqërisë. Gjithsesi ky është mendimi im. Leonard, të falenderoj shumë edhe për ndërhyrjen. Unë mendoj që pikërisht janë këta priftrinjt, hoxhallarët, imamët, pastorët, që do kenë një penalizim në momentin që ky ligj do hyjë në fletoren zyrtare. Pasi ata do ta kenë të pamundur, mund bëhen subjekti i penalizimeve nga ky ligj, nëse ata përmendin që ka dhe gjini të tjera përveç mashkull femër. Unë nga çfarë ai informacioni ndoshta i pakët që un kam, po nuk ka libra të shenjtë që të përmendin që ka një gjini tjetër fluide, por thuhet që ka mashkullin dhe femrën. Dhe nga Bibla është përmendur Adami dhe Eva, dhe nga Kurani, atëherë është përmendur e njëjta gjë që jeta ka buruar pikërisht nga këto dy gjuni, të lidhura me gjendje biologjike. Dhe që kur lind një fëmijë, doktori të thotë, urime, ke djalë. Paktën në rastin tim, unë e kam marrë vesh për fëmijën tim shumë shpejt, sepse kam bërë një analizë dhe doktori ishte shumë i egzaltuar që të më tregonte mua që e kisha djalë. Di që do ndodhi më vonë. Jo, shiko, unë do të doktor. Ja, nga një pyetje, më fal, edhe këtë të fundit. Nëse ky doktor do marrë një prind dhe do t'i thot, urime e ke djalë, dhe prindi do revoltohet dhe do thot, ku e di ti që është djalë, unë e dua X.
Kuptoj. Ja, kjo është për problem, ja, se këtë po dua të bëjmë bisede që t'jetë sa më e kuptueshme për audiencën, sepse unë jam vet i religionit katolik. Pra mos i vi keq askuj, respektoj çdo fe, për mua një Zot është, por po flasim për religion. Katolikët e kanë që ta pakëzojnë fëmijën sa po lind. Pra mas 3-4 javësh, pra mas muajit të parë, ta pakëzoj. Tani, nëse ky prift, ky frat, për them në dialektin verior, do shkoj ta pakëzoj, si do pakëzoj këtë fëmijë? Pra, normalisht nuk do drejtohet familja tek kisha, do largohet familja nga kisha, po flas për kishën, po flas pikërisht për një rregull kishtar që pakëzohet fëmia që në muajin e parë. Dhe ky prift që do të pakëzoj, ky mund të bëhet shumë mirë subjekt i ligjit. Patjetër që po. Dhe ndaj jam i revoltuar me klerin, unë pse reaguan kaq pak, pse ishin kaq të vakët. Po ndjes, se ndoshta fola unë më shumë, po ndjes. Jo, unë e vlerësoj edhe unë biles të kam bërë dhe një koment që do ishte shumë mirë ta bëjmë sa më shumë interaktiv diskutimin, dhe unë nuk marr përsipër të flas në emër të shqiptarëve, po flas si Mariola, si qytetare, si nën. Kam një fëmijë që në të njëjtën kohë është dhe qytetar amerikan, është edhe shtetas shqiptar, dhe në këtë rast më lejo të përmend diçka që presidenti Trump dhe SBA kanë miratuar së fundmi, kanë miratuar që gjinia do njihet vetëm gjinia mashkull-femër, dhe në kohën tjetër mua fëmia im më bie në kontradikt me ligjet e 2 vendeve që është shtetas, pra, sepse më tej në Shqipëri fëmijës tim nuk mund t'i them dot që ka vetëm mashkull dhe femër sipas ligjit, por ka edhe një gjini të tjetër, fluide, nuk e di, një 72, nuk e di që ta janë. Dhe atëre unë si prind, si duhet veproj? Fëmia im nesër pas nesër, në momentin që bëhet patjetër madhor, po deri në kohën kur bëhet madhor, përgjegjësia, kujdestaria është e imja. Atëherë, në qoftë se fëmia im do shkojë dhe do flasi në një grupim të caktuar atje dhe do t'i thotë që jo, nuk është e vërtet, dhe ka vetëm këto 2 gjini, atëherë çfarë mund të ndodhi nga ana tjetër? Kjo është pyetja që ngreu. Shumë e drejtë pyetja që ngreni ju, por meqense ti e ceke pak Amerikën, kushtetutën amerikane dhe ligjet atje. Tani ju e keni thënë që ky ligj është nesh kushtetutës amerikane, nesh parimeve të Donald Trump, dhe madje keni bërë edhe shkresa, keni ngritur zërin shumë. A mund të na sqaroni ku bjem nesh me këtë ligj parimeve dhe kushtetutës amerikane? Më lejo vetëm të sqaroj për veprimet procedurale që diaspora për Shqipërinë e lirë ka bërë, që ka dërguar 2 letra, së pari 2 letra zyrtare, një e ka dërguar në delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë, dhe një në Komisionin Evropian në Bruksel, dhe më pas dhe presidenti Trump, por letrat për delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe Komisionin Evropian në Bruksel, ne kemi kërkuar qartësim zyrtar mbi deklaratat publike të bëra nga zyrtarët e BE-s lidhur me këtë ligj. Dokumentat që kemi dërguar është letra dërguar Komisionit Evropian për presidenten von der Leyen dhe delegacionit të BE-s në Tiranë dhe ambasadori Silvio Gonzato. Të dyja këto shkresa janë dërguar dhe presidentit të Republikës të Shqipërisë, dhe arsyeja pse ne ja kemi dërguar këto kërkesa janë për deklaratat e zyrtarëve të BE-s, përfshirë Komisionin Evropian, komisionere Marta Koz dhe ambasadorin
Silvio Gonzato, i delegacionit BE-s në Tiranë, pikërisht sepse ato deklaratat që ata kanë bërë janë interpretuar si pohim i asaj që thamë më sipër, që ligji propozuar është detyrim i BE-s. Dhe ne pikërisht, duke qenë që jemi një organizatë që preferojmë të ndjekim gjithë punët tona, kërkesat tona, që ne mendojmë po të drejta të ndjekim institucionalisht. Dhe ne i kemi kërkuar që të na japin informacion të saktë pikërisht për ato deklarata, dhe më pas dhe jemi drejtuar presidentit Trump, se patjetër SBA-ja është aleati ynë kryesor dhe ka qenë garanti të drejtave themelore, që gjithë individët i kanë, ne si shqiptar na i garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, por në të njëjtën kohë ne nuk kemi kërkuar, patjetër që nuk kemi kërkuar ndërhyrje në sovranitetin e Shqipërisë, por si garantuesi të drejtave themelore jo vetëm në Shqipëri, po globalisht, në gjithë botën, presidenti Trump të vijë në dieni të miratimit të këtij ligji në Shqipëri. Pra që ishte në kundërshtim me politikat që po ndiqen në Amerikë, apo pak a shumë ato lloj politika që presidenti Trump edhe qeveria amerikane ka ndërmarrë për kthimin te binariteti dhe jo te këto gjinit e tjera. Nuk e di nëse ishte e qartë, por këto kanë qenë veprimet që ne kemi bërë, veprimet cilat ne nuk kemi ndërmend që t'i lëm vetëm me kaq, deri tani nuk kemi marrë përgjigje nga të por do ndjekim gjithë ato hapësirat që na lejon ligji. Shiko, të jemi pak të drejt për drejt dhe të sinqert. A mendoni që presidenti Trump do reagoj apo do marr për bazë, do themi, këtë letër apo këtë shqetësimin tuaj dhe të ketë një reagim nga qeveria amerikane? Unë kam përmendur dhe diku tjetër. Do të patë parasysh sepse ju jeni një lëvizje që keni ngritur tonin kudo në institucione evropiane, kudo në institucionet e perëndimit dhe do të patë parasysh ato eksperiencat e mëparshme. Pra si reagojnë këta? Volojnë të reagojnë, japin zgjidhje? Atëherë unë mund të them paktë në këndvështrimin tonë. Ne nuk pretendojmë që presidenti Trump të lërë gjithë punët e rëndësishme për që ai ka në krye dhe të merret me letrën tonë, por jemi shumë të sigurt, duke qenë që ky ligj cënon të drejtat kushtetuese dhe nëse i bëjmë një perfrazim të Kushtetutës së Amerikës, ka First Amendment, e drejta e shprehjes, e drejta e besimit janë në amendamentin e parë të Kushtetutës së Amerikës, dhe kur në të njëjtën kohë paralelisht këto të drejta cënohen në Kushtetutën e Shqipërisë, nuk mendoj se do t'i kalojnë pa i vënë. Dhe prandaj ne kemi dashur të rreqim vëmendjen dhe ta vënë në dieni. Kështu që nuk mund të flas dot. Jo, kuptoj. Kam parasysh, tash ne kemi parasysh se shiko, na është bërë edhe modës në shqiptarëve, sidomos në Shqipëri, qoftë sidomos politika me fjalë. Amerika, Evropa. Problemi është që ne duhet të kuptojmë vetë si popull të dimë të marrim fatet tona në dorë. Nuk mund të presim gjithmonë nga komshia apo nga të tjerët, kush do vit na punoj tokën, kush do vit na pastrojë borrin, etj. Problemi është që këta Leonard, deri diku jam me ty, Leonard, po unë nuk jam pjesë atyre sovranistëve që mendojmë që ja vetëm neve do t'ja dalim se ne e provuam. Nuk e kisha në të kuptim. Neve mund të ne ishim ai ylli që ndriçonte dhe këta të tjerët nuk kishin rëndësi për ne, por pasi marrëdhëniet diplomatike tregojnë që veprojnë mes aleatëve dhe aleatët e rëndësishëm patjetër që kanë rol të veçantë
qoftë në marrëdhënie diplomatike apo qoftë në rekomandimet që ato japin, por jam me ty te pjesa që thua që ne si popull duhet të hapim mendjen tonë, sytë tona, duhet të dëgjojmë dhe duhet të reagojmë atëherë kur duhet. Jo në momentin kur ai ligj të marri në qafë sa Këtu e kisha unë, jo që ne të anashkalojmë aleatët dhe diplomacinë, por duhet që të jemi edhe ne vetë më shumë vigjilent para se të çojmë syt tek aleatët, tek perëndimi. Jam dakord. Prandaj jam dakord, edhe prandaj përmenda, jam dakord, as bëhet fjala ajo pjesë. Dhe ne prandaj po flasim këtu, apo jo? Pa diskutim, se për punët që s'kemi bërë, po flasim. Po mirë, nuk e di, ndoshta normalisht që ju mund të keni më shumë informacion, por më shumë sa kam patur mundësi të ndjek dhe ke parasysh që distancat lën shumë hapësira, s'mund të ndjekësh gjitha zhvillimet. Por me sa kam unë njohuri apo me sa mbaj mend, ambasada amerikane nuk ka patur ndonjë deklaratë apo nuk ka shprehur në kohën që ky ligj po diskutohej në parlament apo mbrapa kur u miratua nga parlamenti. Ka patur ndonjë qëndrim të këtyre apo nuk ka patur fare? Se më duket se zakonisht në praktikat më duket se ambasada amerikane dhe vetë Amerika, më fal edhe këtu një sekond, më duket se është distancuar pak nga qeveria shqiptare, sepse zoti Rama nuk i bëri një urim për fitimin e zgjedhjeve, edhe me 28 nëntor vetëm uroi popullin shqiptar, por jo, mi fal, nuk i dërgoi një si thot, telegram urimi kryeministit që kanë bërë gjithmonë. Më duket se edhe Amerika ka bërë një stepje. Unë mund të them në marrëdhënie diplomatike, në informacionin tim, në marrëdhënie diplomatike ambasadat nuk reagojnë përveç se në rastet kur preken apo të cënohen marrëdhënie strategjike. Dhe ato operojnë, kanë praktikat e tyre të brendshme dhe mënyrën se si operojnë me Departamentin e Shtetit. Dhe në rastin e letrës tonë për për presidentin Trump, atëherë ne kemi kërkuar që të tërheqin vëmendjen e ambasadës dhe të ambasadës amerikane në Tiranë, pikërisht në lidhje me këto shkelje të drejtash. Më shkruan një mik i imi, thot Leonard, të vërtetë ambasada amerikane thot nuk ka patur një reagim dhe një qëndrim të saktë kundrejt këtij ligji, por ndërkohë që Brukseli thot deri ku thot ka kritikuar ashpër këtë ligj. Atëherë Brukseli, kush Brukseli? Po flasim për individ të caktuar, siç tham për ambasadorin, apo po flasim për Komisionin Evropian si institucion. Dhe këtu duhet i ndajmë në gjërat. Individi Mariola thjesht si qytetare përfaqëson vetëm veten e vet. Por në momentin që përfaqëson një institucion apo një organizat, atëherë flet në emër të atij institucioni apo të asaj organizate. Dhe jo pa qëllim ne paraqitëm ato letra dhe presim të marrim përgjigje me shkrim. Përgjigjen pikërisht e kërkojmë me shkrim dhe do t'ja bëjmë publike gjithë publikut shqiptar. Jo, shikoni, unë nuk do të interpretoj mendimin e zotërisë, sepse është një mendim i tij që më ka shkruar, kështu që unë e respektoj dhe nuk do të ngelim tek kjo, por doja më vjen një pyetje shumë interesante. Ndoshta i bie të kthehemi pak në fillim. Të lutem, thot Leonard, thot respekte shumë për zonjën, thot, për ndjek me shumë vëmendje, thot, dhe por doja, nëse mundet zonja, të na shpjegoj më shumë se çfarë do të thotë ky ndryshim gjinie dhe si ne nuk pas kemi të drejtë ta quajmë djalin djalë apo vajzën vajzë. Çfarë, a mund të na thoni pak më qartë të dy ju? E falenderoj shumë për pyetjen dhe pikërisht ky është edhe ai shqetësimi jam.
pra e drejta prindërore, që ne kemi të garantuar me kushtetut, ne kushtetuta na e garanton pikërisht të drejtë që ne ta mësojmë fëmijën dhe siç ne e besojmë. Unë e besoj që janë dy gjinit dhe fëmijën tim unë dua ta orientoj në këtë drejtime siç e njohim. Ndërkohë, me anë të këtij ligji, atëherë kritikët thonë që jo, ti nuk mund t'i thuash fëmijës që ti nuk lind dot nesër. Ka marrë shkas edhe nga ka qenë një intervistë në një media, mos gaboj, në Angli, gazetari pyet, po diskutonte me një aktiviste dhe gazetari tha që më pyeti fëmia im, nuk e di se sa vjeç ishte, ndoshta 4 vjeç, 5 vjeç, që unë dua të kem një bebe, dhe gazetari i tha, jo, ti s'mund të kesh bebe se je djalë. Ndërkohë, aktivistja nga ana tjetër i tha, ua si ke thonë ti djalit tënd nuk mund të kesh bebe, tha, pasi dhe një mashkull mund të lindi. Dhe ky i tha, po si mund të lindi një mashkull? Dhe ajo ju përgjigj, po sepse ka meshkuj që kanë qenë femra dhe janë kthyer meshkuj dhe i kanë gjithë organet riprodhuese dhe mund të kenë një fëmijë. Dhe ndërkohë, gazetari thot, gazetari po dëgjonte dhe ajo i thot, më vjen shumë keq i tha për djalin tënd. Dhe dukej sikur ajo ishte më e keqardhur, edhe sikur i vinte shumë fëmia e gazetarit. Dhe ndërkohë gazetari e ndërpreu dhe i tha, pa problem fare, tha, fëmia im nuk pyeti më për atë gjë. Pra fëmijët në një moshë të caktuar, ata janë të pa informuar dhe kurioz. Dhe është normale që një fëmijë derisa të njohë atë botën dhe të rritet, atëherë do ketë 1000 pyetje. Dhe pikërisht ne si prindër, atëherë do ta orientojmë drejt gjërave që ne besojmë dhe dimë. Dhe ky ligj në vetvete nuk na lejon ne që ta orientojmë drejt asaj që ne besojmë dhe dimë. Dhe është cënimi të drejtës prindërore. Shumë vërtet. Edhe kjo është që dhëm më tepër dhe pra i thon të hesh të drejtën e prindërimit. Po, e vërtetë. Kur të shqip, me ta themi kështu, më thjesht fare. Ti e ke në përdorim, të arrisësh, po kaq. Nuk ke drejt të ndërhysh asgjë tek ai. Në edukimin e tij. Me keqardhjen e themi që në pretekstin e luftës kundër diskriminimit, ky ligj përrezikohet të kthehet në mjetin më të fuqishëm të diskriminimit të ri, ndaj atyre që besojnë se ekzistojnë dy gjini. Pra do vinë kritikët apo ata personat liberal që do thonë jo, ju na diskriminoni pasi ju mendoni kështu. Dhe pikërisht atë që tham, ne duam të rrisim fëmijët tanë sipas bindjeve tona morale dhe fetare. Dhe do thonë ligji, ne mendojmë që këto janë fakte natyrore dhe nuk mund të na i fshijë në ligji. Dhe në momentin kur ligji përdoret pikërisht i jepet një emër që ky është ligj në emër të drejtave të njeriut dhe ndërkohë të cënoj të drejtat e njerëzve që nuk mendojnë si pjesa tjetër. Dhe diçka tjetër, kam dëgjuar që janë bërë disa sondazhe të ndryshme, nuk e kam tani burimin që mund ta them, por 97% të shqiptarëve kanë qenë kundër këtij ligji. Ore, shqiptarët janë kundër këtij ligji. Absolutisht po, këta kam bindja edhe nëse nuk bën sondazhe fare. Problemin që e kam unë, duke filluar nga vetja ime, pa dashur atë moja s'kam, por problemi që kemi ne është se ne nuk kemi reagimin, ose zgjohemi vonë, ose e kalojmë në mënyrë pasive dhe flasim vetëm nëpër kafene, nëpër Facebook, nëpër rrjetet sociale, dhe kur vjen fundi punës ne nuk bashkohemi për të reaguar. Këtu e kam problemin.
Jo se shqiptarët e duan ligjin. Po prapë te baballarët e kombit, Leonard, nëse më lejon. Vetë kuvendi ja hoqi të drejtën që të votojnë nen për nen. Dhe votimi nen për nen nuk është thjesht formalitet, por është instrumenti i vetëm që jep kuptim debatit të shëndetshëm parlamentar. Pra, ata ja hoqën vetë të drejtën. Nëse më lejon, pra të bëj një pyetje shumë natyrale. Parlamenti ka pozit dhe opozit. Dhe që mos t'i ngelet gjithçka vetëm mazhorancës, është ajo që është, e dim kush është, pa dashur më ngel aty, por kush është mendimi i lëvizjes tuaj? Opozita ka bërë mjaftueshëm? Nuk të jem shumë e sinqert, nuk kam parë emrat e kujt ishin, cilët deputet ishin që e votuan për pro dhe cilët janë. Nuk di të them se ne nuk është se kemi marrëdhënie të tilla me partitë përkatëse që të marrim informacionin e duhur. Më ndihmon sepse ti ke kaq kohë që bën diskutime publike dhe unë s'kam qenë kur antare ndonjë partie dhe nuk e di se si funksionon. A bëhet ndonjë konsultim nga partia specifike apo jo dhe a ka pasur në këtë rast, nuk di të them, kështu që më ndihmo ti apo ndjek në këtë rast. Unë do të ndihmoj, ne po bëjmë një bisedë pavarësisht se jemi në një bisedë publike dhe po flasim dhe po përpiqem të flasim për publikun, se përtej lëvizjeve, përtej partisë jemi të gjithë familjarë, jemi prindër dhe kemi përgjegjësi mbi vete. Problemi është që për mua, si Leonard, opozita ka bërë shumë pak. Sikur që thash për Klerin, që Kleri do kishte një peshë shumë më të madhe, po të organizohej dhe po të fliste me njerëzit e vet, por edhe opozita ka ngel në ato zhargonet e deklaratave, do ko marrë me Ramën, do ko marrë me një X deputet apo tjetër, dhe për mendimin tim opozita duhej jo thjesht të merrte pjesë në parlament, por të paktën ta bojkotonte totalisht, të tregonte veten që është pro këtij ligji. Dhe unë nuk kërkoj ta thuash ti, por unë jam i bindur që me Z dhe në Z ata kanë bërë bashkë. Opozitës nuk sepse sot kemi informacion specifik, por më fal, opozitës do ta kishte për nder nëse bënte diskutim dhe ngrinte ajo atë peticionin dhe ju kërkonte që te ai diskutimi i gjerë. Duhet të hapte diskutime të gjera me publikun. Unë kam ndjekur zotin Berisha, që ishte drejtuar ambasadorit dhe nuk mund të shprehem. Nuk po flasim për deklarata të veçuara. Më fal, me të drejtë i ka thënë, të paktën këtë gjë kam ndjekur. Me të drejtë i ka thënë që ju zoti ambasador na përcollët eksperiencën tuaj edhe na sollët zgjedhjen që ju keni bërë, keni lënë ish bashortën dhe jeni martuar me një burr si një sjellje normale, di që kuvendi mos gaboj e ka penalizuar zotin Berisha dhe këtu në këtë rast nuk ishte ndonjë gjë për diskutim. Kaq këtë e kam parë. Këtë e kam parë dhonë, unë po flas tek e përgjithshmja, jo thjesht për deklaratat të veçuara apo me konferenca për shtyp. Nëse opozita ka ngritur një grup të mirëfillt ekspertësh, ta verifikonte, të kërkonte opinionin e publikut, të bënte një diskutim të gjerë, këtë nuk di të ta them, kështu që presim përgjigje nga ata individ që e kanë mundësinë të na japin këtë informacion. Pa diskutim, por problemi është që nëse, pra duke patë parasysh që ata janë deputet, janë ligjvendës atje, dhe ata të organizonin tureza të ndryshme, qoftë me lëvizjen diaspora për Shqipërinë e Lirë, qoftë me të tjera organizata, grupe, ku diun, me gjithë, me fjalë dhe të bëshin
unik në qëndrimin e tyre, ndoshta do ishin duke folur ndryshe sot ose s'do flisin fare për këtë ligj. Por kam frikë sikur jemi mësuar ne deklarata të veçuara, debate shpeshherë të pa kuptimta dhe në atë parlament dhe mazhoranca ka forcën e kartonit dhe fundi ai kaloi buxhetin për 5 minuta. Po pikërisht pra këtë po flasim. Si mund të kalosh gjithë atë buxhetin pa bërë një analizë para dhe pa e kaluar nen për nen? Ka një procedurë miratimi i projekt ligjeve dhe i ligjeve në specifik në tyre duhen parë nen për nen, duhen kaluar nen për nen. Pra kuvendi ja hoqi vetë të drejtën vetes për ta kaluar nen për nen. Dhe këtu ngrihet pyetja për çfarë ndodhi. Atëherë, kaq të etur jemi ne nga ajo dashamirësia e personave të ndryshëm apo agjendave të ndryshme, se tani ngrejmë shumë pikë pyetje, siç po më pyesni ju, edhe unë kam ato mendimet e mia, atëherë kaq të etur jemi ne të dukemi shumë bukur në sy të të tjerëve, edhe ndërkohë që këto pasojat e këtij ligji që po miratohet, atëherë do prekin gjithë shoqërinë, do prekin në vetvete familjen, atë që ne e kemi pas edhe e kemi me krenari, e themi me krenari si një ndër elementët kryesor që na veçon nga komunitetet e tjera. Nëse në Shqipëri nuk vihet re pasi jemi ka një trajtësi, atëherë në diasporë ku ne jetojmë me komunitete të tjera dhe kjo është një ndër elementët që ne na veçon, jo vetëm që na bën të veçantë, por dhe të suksesshëm. Por fatkeqësisht kjo bërtham po goditet. Më lejo të them dhe diçka, Leonard, është po jap vetëm një shembull. Diskutohet shpesh në rrethin e komuniteteve të prindërve dhe këtu në Amerikë dhe ajo që më tërheq vëmendjen është kjo. Një fëmijë që 4 vjeç, 5 vjeç i paraqiten tekste në rastin konkret, jam tërhequr që në kohën që ka fituar zoti Trump, por mund t'i paraqiten tekste që me skica nuk tregojnë në vetvete që është një burr një grua në një familje, po janë 2 burra mbajnë një fëmijë e tjera, edhe kanë ideologji se janë disa instruktorë që shkojnë ju flasin fëmijëve, ka ndodhur që kanë folë fëmijëve që ju mund të jeni çfarë të doni, mund të bëni çfarë të doni, edhe është e drejta juaj, dhe i kanë drejtuar drejt mjekimeve. Pikërisht ishte një shembull që ndoqëm edhe në mediat në Shqipëri, po në rastin konkret për diskutimet që unë kam dëgjuar, fëmijët janë 9 vjeç. Atëherë, unë ngre pyetjen. Në një vend ku nuk i lejohet fëmijës të bëjë një tatu deri 16 vjeç, nuk i lejohet të pijë alkool mbi 21 vjeç, dhe po e lejon ti një fëmijë që të ketë bllokues, të marrë bllokues hormone që në 9 vjeç, 10 vjeç, për mua kjo është krim ndaj njerëzimit. Unë kështu e quaj. Po diskutim, është ta ti tërsosh totalisht. Mirë, shiko. Po e kalon. Kthehemi tek Shqipëria jonë. A mendon që në një farë mënyrë Shqipëria po bëhet si laborator eksperimentesh ideologjish të ndryshme, pa debat publik, pa referendum qytetar. Mendoj që jemi këtu në një laborator duhet ndryshuar kjo në tërësi kjo lloj gjëje, sjellje. E dëgjojmë shpesh edhe këtu ngel dhe pa përgjigje, sepse shpesh herë kjo na duket. Duket sikur çdo frymë re, çdo ideologji e re që mund të jetë e shkëlqyeshme nga jashtë, ne duam ta përthisim apo na orientohet që ta përthisim, dhe pa e bërë atë analizën që e përmendë pak më parë edhe atë vetë reflektimin.
Dhe vetë demokracia apo tiparet e demokracisë në vetvete nuk janë respektuar. Kështu që me keqardhje mund të them që shpesh herë ajo gjë na duket. Ne kemi një Shqipëri që po zbrazet për ditë, Leonard. Dhe nëse do funksiononte shteti të drejtës, do funksiononin debatet, do funksiononin gjithë hallkat që përbëjnë pikërisht këtë shtet demokratik, atëherë mendoj që kjo plaga e migrimit nuk do ishte kaq e madhe. Thotë do ishim atje, nuk do ishim këtu. Po, mendoj që po. Po mirë, më vjen një pyetje, thotë, përshëndetje Leonard, po desha thotë më pyet zonjën, lëvizja juaj për vetëm letrave që i ka bërë Brukselit dhe Trumpit, keni menduar, jeni drejtuar gjykatës kushtetuese bashkë me këto organizata tjera që ky ligj të mos miratohet pra të jam duke lexuar live dhon të bie poshtë. E falenderoj shumë zotrin. Më falë, se për lexoj edhe unë live edhe. Jo, përkundrazi, mua më pëlqen, edhe të lutem incentivoj njerëzit që të shkruajnë sa më të ndajmë informacione me njëri tjetrin. Por është e vërtet që ne nuk kemi qenë vetëm iniciator të letrave, por zoti Klodian Rado ka bërë një analizë edhe pa u miratuar ligji, analizë të thellë që ku e prek ky ligj kushtetutën dhe të drejtat tona themelore, por dhe mbrapa çfarë pritet tani mbas miratimit. Dhe ne kemi qenë dhe do jemi në koordinim me grupet e interesit në Shqipëri dhe do ndërmarrim hapat të tjera. Kështu që do kemi zhvillime të tjera. Nuk do ta lëmë kaq. Okej, do më lësh të të bëj edhe një pyetje tjetër, më vjen nga një mik në Greqi. Kjo është pyetje përtek kësaj çfarë po flasim. Leonard thotë është për herë të parë thotë që po dëgjoj thotë dhe po lexoj për diaspora për Shqipërinë e lirë dhe aq më tepër që po dëgjoj dikë thotë të flas për televizje. Do doja të dija thotë kjo është lëvizje politike në diasporë, nëse po si funksionon dhe tjetër thotë do doja a mund të ndërtohet një lëvizje politike që diaspora të ketë mundësitë e veta të përfaqësimit në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe a kemi të drejtë ne që në zgjedhje lokale të ketë të drejtë të votojë diaspora sikur e kishte në të drejtat e zgjedhjeve të Parlamentit? E falenderoj shumë zotrin. Edhe faleminderit jo vetëm për pyetjet, por edhe për t'i dhënë përgjigje. Diaspora për Shqipërinë e Lirë është një organizatë e profesionistëve shqiptar në përbotë, të bashkuar në qëllimin për t'i dhënë zë çdo shqiptari kudo që jeton dhe në të mirë të vendit tonë. Është lëvizje politike, po, është e vërtet. Është lëvizja që i paraqiti jo vetëm e paditi shtetin shqiptar për heqjen e të drejtës për gjithë shqiptarët kudo që janë, për heqjen e drejtës së votës dhe e ndoqëm hallk pas hallke deri në miratim. Kemi pasur ato diskutime tona konstruktive, kemi paraqitur dhe një projekt ligj jashtëzakonisht të kopsitur, por nuk u mor bazë nga asnjë palë politike. Kështu që u miratua së fundmi me projekt ligje të cunguara dhe kjo ishte vullneti i partive politike, por të paktën ne jemi falenderues që ajo e drejtë ju dha shqiptarëve të votojnë për zgjedhjet e përgjithshme, por jo për zgjedhjet lokale.
kemi dhe një problem shumë të madh që shqiptarët jashtë në diasporë nuk mund të votojnë as për referendumet. Si në rastin konkret mund të kërkojnë një referendum shfuqizimi për këtë ligj. Dhe referendumet kërkojnë 50.000 firma. Po pse na kanë dhënë pjesë këtë drejtën? Pse sa japin të plot? Ideja është që ne ngritëm në diskutim dhe me kërkesat tona që kemi bërë, po e duam të drejtën për të votuar, por kjo duhet rregulluar, duhet plotësuar. Kjo na takon të gjithë neve. Dhe zotëria që po shkruan, dhe zotëria, atëre në komunitetin e tyre besoj që ato kanë grupet e tyre që diskutojnë, dhe me shumë kënaqësi do t'i dëgjojmë nëse ata na drejtohen. Kemi faqen tonë që mund ta gjejnë kudo, www.diasporaofëlbeja.com. Kështu që në këtë faqe mund të na shkruajnë. Kemi mënyra se si operon organizata jon, ka dy forma antarësimi, janë antarët me kuotë të cilët janë me të drejta të plota dhe në grupet e punës, dhe janë antarët e tjerë mbështetës që janë pa kuotë. Okej. Të të bëjë një pyetje për administratën amerikane, me këndvështrimin tënd dhe tuaj në përgjithësi. A mendoni që administrata amerikane, sikur e thamë edhe pak më përpara kur përflisim për letrën që ju keni dërguar Trumpit, por duke pasur parasysh që ne akoma në Shqipëri Shtetet e Bashkuara nuk kanë ambasador, vetëm të deleguar. Dhe duke pasur parasysh edhe ato përshëndetjet mbas zgjedhjeve pavarësisë, mendoni që diçka po lëviz nga ambasada amerikane sepse janë pak të stepur ose pak vendumro, sigurisht tërheq pak, do ketë një lëvizje të fuqishme nga administrata amerikane? Leonard, të falenderoj që më shtron si pyetje, të paktën në kontekstin tim aq sa unë kam ndjekur edhe zhvillimet politike në Amerikë, duke qenë që kam qenë e angazhuar me një kandidate që kandidonte për senat në zgjedhje. Sa drejtova pyetjen pa dashje. Po, të falenderoj. Atëherë, unë do thosha që nuk e shikoj si distancim, por politika amerikane por i shpërndan prioritetet. Dhe 2 ditë më përpara ka dalë me deklaratë për Ballkanin. Dhe një ndër çështjet kryesore që ne kemi pasur në shqetësimin ton në lidhje me territoret në Kosovë, qeveria amerikane, po flasim për qeverinë amerikane, ka dalë me deklaratë që nuk do ketë shkëmbime territorore. Super deklaratë ka qenë ajo. Po, ajo ishte fantastike dhe unë marr shkas ti përshëndes, patjetër, që ka pasur një gëzim nga gjithë bashkëkombësit tanë, dhe unë duke qenë që jam goxha aktive në komunitetin shqiptar këtu në New York me aktivistët të ndryshëm, i kam ndjekur dhe kam parë atë entuziazmin e tyre dhe më gëzon ky fakt. Kështu që unë do thosha që marrëdhënia SBA-Shqipëri mbetet shumë e fortë. Dhe pikërisht për këtë arsye ne besojmë që është e rëndësishme që këto shqetësime të shoqërisë civile dhe diasporës shqiptare të dëgjohen dhe të merren parasysh në mënyrë institucionale. Pa diskutim. Dhe prandaj ne gjejmë formën institucionale të veprimeve. Nuk e dia isha e qartë. Shumë e qartë, është ne japim edhe mendimet tona, ne japim atë që këndvështrimin ton dhe dëgjuesi pastaj ka mendimin e vet. Ne jemi këtu për të ndryshuar mendimin e dikujt. Ne jemi për të folur atë çfarë ne mendojmë apo si ne i mendojmë. Zonja Bekollari. Nëse ka diçka që
mua me ka rrëshqitur pa të pyetur apo pa e diskutuar apo ke dëshirë të thuash diçka, mund të na thuash edhe mund të bëjmë bisedë të lirë. Nëse jo, ne të një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin. Atëre ne ju afruam mbylljes, më lejo të pyes. Ka shumë. Ne diskutuam që specifikat e këtij ligji, pikërisht ajo çfarë na shqetëson ne, janë cënimi i lirive themelore, shkelja e drejtave prindërore dhe fetare, dhe mungesa e debatit publik dhe konsultimi. Dhe në atë çfarë ne kemi kërkuar, apo atë çfarë ne diskutojmë, është që ligjet nuk bëhen për ta ndarë shoqërinë dhe ta polarizojnë shoqërinë, por bëhen ta shkojnë shoqërinë. Dhe ne këtë gjë nuk do donim që të ndodhte. Do kërkonim shumë të rikthehej gjendja në cilësimi i gjinive në binaritet, në mashkull dhe femër, dhe ajo çfarë do donim që të sqaronim gjithë opinionin publik dhe nga e drejta evropiane është që Bashkimi Evropian nuk e kërkon këtë ligj, dhe rruga që Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të integrohet do kalojë nëpërmjet drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve, po jo përmes imponimit të një ligji që nuk është kusht për integrimin. Kjo është pak a shumë ajo pyetja $1 milion apo ajo përgjigje $1 milion, dhe ne aty do donim që ta çonim vëmendjen. Ndërkohë, nëse ne mund të flasim për detaje, se ndonjëherë detajet dhe i lodhin njerëzit, nëse mund të flasim për detaje me shumë kënaqësi, edhe ndërmjet ju kërkojmë çdo individi të na shkruaj komente, çfarë do donte, nëse do kishin dëshirë për të bërë diskutime të tjera, me kënaqësi patjetër që do diskutonin. Të që ne jemi një media e re që përpiqemi të japim mendimin ashtu siç vjen dhe siç është, pra pa censur, pa asgjë. Ju përgëzoj. Kështu që unë të jam mirënjohës, jo thjesht ty si miq që jemi, po komplet lëvizjes tuaj për mbështetjen dhe për suportin dhe për gatishmërinë tuaj që ju jeni gati gjithmonë për të dhënë kontributin dhe për të shprehur dhe për të qenë afër njerëzve, por do i thosha çdo kujt që ka dëshirë për të dhënë një mendim, për të thënë diçka, për të promovuar diçka, ne do jemi gjithmonë hapur, vetëm të na shkruajnë dhe ne do jemi hapur. Plus që edhe nëse do keni dëshirë, me që kemi zonjën Bekollari këtu, pra profesuesen e diasporës për Shqipërinë e lirë, keni dëshirë të keni dikë të ftuar apo keni dëshirë të trajtohen tema që të njihni më shumë televizje, më shkruani dhe unë do e përcjell tek kryesia e lëvizjes dhe këta pasaj do shohin mundësinë që të jenë bashkëbisedim me ne. Si thua, mirë thash? Leonard, të falenderoj shumë që na jepni zë, nëse është e mundur, kam një kërkesë të fundit. Po, përshëndetje, me këngë apo pa këngë? Nëse më vendos në sfond ndonjë muzikë të lehtë, bukur do jetë. Më ti tash, mos e bën të vështirësi. Por nëse është e mundur, nëse tekniku ka diçka gati, nëse Bledi ka diçka gati atje që po na ndjek, okay, sepse në faktikisht nuk është se kemi bërë emisione kështu letrare që të kemi nga këto muzikët e sfondit, dhe gjithmonë jemi marrë vetëm me politike në me këto dhe Njeriu është një qenie multidimensionale dhe unë e mbaj veten edhe për person që i pëlqen letërsia
Edhe duke qenë emotive, thash t'i paraqes vetëm disa fjalë të fundit për mbyllje që ndoshta këto mund t'i përcjell disa emocione ndjekësve tuaj. Vetëm kaq, por unë edhe mund t'i them edhe pa muzikë. Ne thoj pa muzikë se po rri urtën, s'po bëj zhurmë. Atëherë, jetojmë në një kohë paradoksash. Kemi shtëpi më të mëdha, por familje më të vogla. Kemi më shumë dhoma, por më pak biseda. Kemi kamera më të avancuara, por nuk arrim dot të blejmë një buzëqeshje të sinqert. Fëmijët janë më të lidhur se kur me botën digjitale, por gjithnjë e më të shkëputur nga prindrit e tyre. Dim gjithçka për teknologjinë, por gjithnjë e më pak për njëri tjetrin. Jetojmë më gjatë, por dëgjojmë më pak. Flasim më shumë, por kuptojmë më pak. Kemi më shumë të drejta të shkruara, por më pak kohë të jetuara bashkë. Shoqëria po ndryshon me shpejtësi, ligjet ecin përpara, teknologjia vrapon, por marrëdhëniet njerëzore shpesh mbeten pas. Dhe këtu lind pyetja thelbësore. Apo ndërtojmë një shoqëri më të denjë, apo thjesht më të vetëfëmuar? Sepse barazia nuk matet vetëm me terma juridik. Matet me besim, me dialog, me prani prindërore, me fëmijë që ndihen të dëgjuar dhe prindër që ndihen të respektuar. Dhe në një botë ku gjithçka ndryshon, familja mbetet pika ku njeriu mëson çfarë është respekti, çfarë është identiteti dhe çfarë është dashuria. Dhe çdo ligj që prek këto themele duhet të ndërtohet me kujdes, me maturi dhe mbi të gjitha, me njerëzit, jo mbi njerëzit. Kaq është mesazhi. Mirënjohje pafund. Bledi, të shina qove vonë muzikën, Bledi, sepse Jola e përfundoi atë që thoshte. Mendova një mesazh për të mbyllur. Jo, o të jam mirënjohës pafund dhe të kërkoj ndjes edhe ty që të kam live, por edhe dëgjuesve, duke patur parasysh që ne nuk kemi bërë sepse emisione të letërsisë, me fjalë shumë, me poet, me poezi e këto. Janë improvizime. Ishim të pa përgatitur për gjetjen e një muzike në sfond. A kupton, kështu që ndaj të kërkoj ndjes. Por më që ti për mbyllje, Bledi e gjeti, por në mbyllën tash. Tha Jola. Mirë, po të kërkohet herë tjetër, kështu që më ftoni prapë. Ja, në edhe një mësim, por unë sinqerisht ato fjalë tua ishin fjalë lapidare dhe në vërtet që duhet të gjithë ne të ndalim dhe t'i kuptojmë dhe t'i përthithim sa më shumë, sepse është totalisht e vërtet ai mesazh që ju përcollet fatkeqësisht, por ne duhet të reagojmë dhe të jemi një popull që mos jemi kaq shumë pasiv. Dhe do më lejosh ta mbyll me një koment qesharak për të qeshur pak. Thot Leonard, bëju thirrje shqiptarëve të ngrihen sepse po vjen koha, thot, ta porosisësh fëmijën në Amazon dhe të vjen me paketë në postë. Po sa ardhe e kohë. Ka njerëz sa njerëz që do shkrinin çdo gjë, gjithë pasurinë që të kishin një fëmijë, dhe ndërkohë të na rrezikohen fëmijët kështu, atëherë kjo është një kohë sigurisht kohë paradokse. Pa diskutim, Allah shumë e dhimbshme. Të jam shumë mirënjohës që më ndihmove sonte të jesh në emision me mua. Unë menduam të japim ato mendime dhe të falenderoj që ju na shpjeguat për qëndrimin e lëvizjes diaspora për Shqipërinë e Lirë. Shpresoj që do jemi edhe herë të tjera. Faleminderit shumë Leonard që më dhe rastin të flas edhe me ndjekësit tuaj edhe në këtë diskutim të mrekullueshëm që patëm së bashku. Patjetër që po, ne jemi këtu, jemi të hapur ndaj çdo diskutimi
çdo shqiptari, edhe për mua ky aktivizimi është bërë një moto e jetës time. Sinqerisht do të fjaloj sinqerisht sepse është fundjavë dhe atje në Amerikë është koha mbas ditës, është tamam koha për të që e shijoni fundjavën me familjen, pra ju shkëputët nga familja dhe po kontriboni në bisedë me audiencën për të dhënë të shpjegimet tuaja dhe shumë faleminderit. Kështu që gjithë të mira. Ju uroj mbasditë të këndshme dhe fundjavë të bukur. Faleminderit gjithashtu. Mirë, faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte biseda me zonjën Mariola Bejkollari, antare e kryesisë Lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë. U përpoqën të themi disa gjëra, të themi në mënyrën sa më të thjeshtë për të kuptuar se kush është ky ligj që po kërkon të tjetërsoj familjen shqiptare. Shpresoj që të keni marrë informacione dhe të keni kuptuar atë çfarë ne kemi dashur të themi. Kështu që të gjithë ju që keni dëshirë apo s'keni patur mundësi të ndiqni emisionin, ju përsëris edhe një herë që mund ta ndiqni nesër në ritransmetim në orën 13 në radio përmes aplikacioneve Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, po ashtu edhe në website-in zyrtar të radios windowradio.de, si dhe në Google, pra jo në Facebook. Po ashtu nesër do jetë emisioni në faqen zyrtare në YouTube Horizon Window Radio Hapësirë.de. Ky ishte emisioni për sonde. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për vëmendjen, për pyetjet, për kohën që na dhuruat të jeni me ne. Unë do të takim nesër mbrëma me një të ftuar tjetër, një bisedë tjetër, ku shpresoj që të jetë edhe ajo një bisedë interesante. Natën e mirë, kalofshi mirë dhe gjithë mirë. Horizon nga Leonard Koja në windowradio.de.